Tani do të dalemi të një prej skandaleve më të mëdhenj ende të pazbuluar, por që revista MCN e sjell në vëmendje për herë të parë. Është fjala për një nga skemat më të frikshme dhe më të pacipa të korrupsionit që po gryen pasurinë e shqiptarëve. Një dosje voluminoze pritet të jetë befasuese edhe për vetë prokurorinë e posaçme Spakun me abuzimet dhe zhvatjet e kryera me vlerë qindra miliona euro. Në krye të kësaj skeme qëndron kreu i Alpetrolit, ish deputeti socialist Eltar Deda, së bashku me tentakulet e oligarkisë të tenderave, ku spikat emri i Ardit Ismailajt dhe bashkëpunëtorëve brenda institucionit. Por, kush është Ardit Ismailaj dhe karteli i Viptis? Ardit Ismailaj është administratori i kompanisë Viptis, një shoqëri që është kthyer në një makinë thjeshtë të parave publike, e cila kontrollohet në prapasken nga oktapodi i kompanive të dyshes Sadik dhe Idajet Ismailaj. E keni parasysh Air Albania, stadiumin, këtu në kryeqytet. Janë ata që kanë marrë projektin e Air Albania, një histori më vete dhe ajo. Por sot do të flasim për këtë skandal. Kompania Viptis i ka ngulur kthetrat thellë në buxhetin e shtetit, duke përlar plot 33 tendera me vlerë 6 milion euro nga Alpetrol OST-ja, pra operatori i sistemit të transmetimit dhe bashki të ndryshme. Kontrolli i shtetit ka arritur të pikas madje edhe të zbuloj dhe dokumentoj skandalin. Sipas zgjedhjeve, në dhjetor të vitit 2022, në drejtimin e Eltar Dedës, Alpetroli zhvilloi një tender për blerje tubo pomp kompresori me një fond limit për rreth 38.8 milion lekësh të reja. Dhe natyrisht fitues shpallet kompania Viptis e Ardit Ismailajt, me një ofertë që ishte gati 99% e fondit limit. Një pazar i pastër i bërë dukshëm në tavolinë. Kontrolli i lartë i shtetit ka provuar përmes auditit, pra kontrollit të tij, se shoqëria Viptis nuk plotësonte asnjë nga kriteret për të kualifikuar, ose të paktën pjesën më të madhe të tyre, dhe është shpallur fituese në shkelje të plotë të ligjit për prokurimet publike. Sikurse të mos mjaftonte kjo, e njëjta kompani Viptis shpallet fituese edhe për një tender tjetër me vlerë rreth 38 milion lekë të reja për blerje kalimatës nafte, sërish duke ofruar 97% të fondit limit. Tenderi u bë me urgjencë gjoja për të mos bllokuar shitjen e naftës, por gjeti KLSH shumë shkelje dhe aty. Pajisjet e blera me miliona lekë të shqiptarëve qëndronin të kalbura në magazinat e patosit, të pamontuara dhe jashtë funksionit, duke u kthyer në një shpenzim totalisht pas një efektivitet ekonomik që rëndon drejt për drejt titularin Alpetrolit Eltar Deda me përgjegjësi. Por këto abuzime ai nuk i ka bëri vetëm. Kontrolli i lartë i shtetit ka vënë gishtin drejt për drejt te zinxhiri i bashkëpunëtorëve të Eltar Dedës brenda institucionit. Për kualifikimin e palishëm të kompanisë Viptis, KLSH ngarkon me përgjegjësi direkte vetë Dedën si dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, njohur ndryshe shkurt si KVO, të identifikuar me inicialet AB, VH dhe MP, të cilët mbyllën syt dhe i dhanë miliona kompanisë pa kualifikuar të Ardit Ismailajt. Një tjetër bashkëpunëtore në aferat e dyshimta të Eltar Dedës është Natasha Myrtaj, nga kompania Arena MK, dhe Eltar Deda e ka kontraktuar atë për të mbikëqyrur punimet e një tenderi skandaloz prej 4.2 milion eurosh të dhënë për kompaninë Erenido Petritajt. Sinjalizimet tregojnë se ky është një bashkëpunim i pastër për mashtrim në zbatim të kontratës me qëllim të vetëm vjedhjen e parave publike. Por zullumet e grupit që nëse do të cilësohej nga prokuroria me një akuzë, i bie të jetë një grup i strukturuar kriminal, nuk ndalen me kaq. Ky individ, pra Eltar Deda, për të cilin kontrolli i lartë i shtetit ka kërkuar me forcë dhe madje me karton të kuq shkarkimin nga detyra, ka lejuar që me parat publike t'i paguen 3 milion euro faturat e energjisë elektrike kompanive private koncesionare që po e zhvatin naftën shqiptare pa paguar asnjë taks. Për më tepër, veprimet e tij kanë sjellë mbi 5.8 milion dollar humbje nga shitja e naftës jashtë standardit me çmime të ulura, shpenzime të pajustifikuara për fatura të fryera, madje edhe groposjen ilegale të 311 tonëve naftë bruto, duke shkelur hapur ligjin e aksisës. Në kulmin e kësaj batërdije, ai mbulonte me karburant shefat e Këshillit Mbikëqyrës përmes qindra litrash gazoil në muaj, pas një justifikim ligjor, duke mbajtur mbledhje fantazmë në Tiranë në vend të zyrave të kompanisë ku ndodhet. Pas gjithë kësaj tabloje, vërtet shokuese, duhet thënë se ky nuk është thjesht një keq menaxhim, por një plaçkitje e hapur e pasurisë
kombëtare nga Eltar Deda. Komisionet e tij të ofertave dhe përfituesit oligarkë si Ardit Ismaila në rastin konkret, që mbushin xhepat me parat publike. Përballë këtyre fakteve shkatruese nga KLSH, pyetja që shtrojmë sot në këtë program është e thjeshtë. Ku është spaku dhe pse qeveria vazhdon të mbroj dhe trajtoj si të preferuar Eltar Dedën në krye të kësaj miniere korrupsioni? A mjafton vetëm ky denoncim publik që prokurorët e posaçëm të marrin në duar këtë aferë dhe shumë të tjera të kryera nga ky grup në tutorimin e Eltar Dedës? Ne do të bëjmë detyrën si media, prokuroria detyrën e saj si organ hetimi. Transparenca duhet bërë, siç ka thënë dhe kërkon kryeministri.